Kryeministri Edi Rama është ndalur këtë të ente në Durrës në kuadër të turit Punët për Shqipërinë, ku ka zhvilluar një takim me strukturat e Partisë Socialiste në këtë vend. Gjatë fjalës së tij, Rama kërkoi mbështetje të pakushtëzuar për PS-n në zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm, të cilat i konsideroi si vendimtare për ecurinë e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ku ne kemi të gjithë arsyet besojmë se duhet i fitojmë të treja bashkit, duke filluar natyrisht nga Durrësi, por deri atë ditë duhet edhe të bëjmë punët që duhet. Ndërkohë që ne kemi sot një moment historisë tonë ku për herë të parë, besoj unë, fati i buzëqesh shqiptarëve pasi për herë të parë ne gjendemi në një pozitë ku të mëdhejt që na duhen i kemi të gjithë me vete. Dhe në ndërkohë kur ne duhet të materializojmë një ëndër të vjetër që ka qenë ëndra e të gjithë brezave për ta shkëputur përfundimisht Shqipërinë nga pika ku në vazhdimsi jemi gjendur në vështirësi të mëdha historike dhe për ta pozicionuar në anën e Europës edhe zyrtarisht, jo vetëm gjeografikisht. Por nga ana tjetër ama, besoj ju kujtohet që unë e përsërisja në vazhdimisht që na duhet një mandat më i fortë se ky që kemi, se ai që kishim, për ta bërë realitet objektivin historik të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama hodhi poshtë pretendimet se shtetet anëtare të BE-s kanë vendosur veto ndaj Shqipërisë, ndërsa vjoi nuktej duke thënë se Partia Socialiste ka përgjegjësinë për ta çuar Shqipërinë drejt integrimit dhe sipas tij, PS ka misionin që ta realizojë futjen e vendit brenda Unionit dhe të mos e humbasin trenin e historisë. Sot Shqipëria duhet të vrapoj për mos e lënë të mbyllet atë derë që na është hap. Është hap një derë që s'ka qenë kurrë realisht e hapur për ne. Na kanë thënë ata gjithmonë, ne ju duam këtu me ne, do vi një ditë, po punoni. Kështu që ne duhet të bëjmë çmos, që të mos e lëmë derën mbyllet pa hyrë brenda. Dhe që mos ta humbim, duhet të konfirmojmë fuqishëm Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, që janë më shumë se kurrë zgjedhje politike, nuk janë thjesht zgjedhje vendore. Duhet që Partia Socialiste të jetë shumë e vetëdijshme që fati e ka dash që të na bjerin ne në kuriz një gur kaq i madh për ta ngjitë në metrat e fundit dhe për ta vendosur në maj, duke e vullos prezencën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është diçka që kështu e ka sjell rrota historisë dhe ne duhet vetëm të bëjmë atë që na kërkohet. Jo e 9 shtete e pastaj është Barsalet, komplet. Barsalet që 9 shtete kanë vu veton. E para herë veton e ve njoni. Për ne quhet veto. Tjetra pastaj është vot, s'është veto. Po që 9 nuk është më veto, është vot. Nuk ka fare. Tani Partia Socialiste ka nisur fushatën e hershme elektorale për zgjedhjet vendore të vitit 2027, ndërsa në premtimet politike është përfshirë edhe procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.